3 kushtet që Zoti të pranojë veprat e tua. Argumentet fetare tregojnë se pranimi te Zoti i çdo vepre të mirë është i kushtëzuar me plotësimin e 3 kritereve, kushteve. Kriteri i parë, vepruesi i asaj vepre të jetë musliman. Kriteri i dytë, ta ketë bërë atë vepër me sinqeritet për hir të Zotit. Kriteri i tretë, vepra të jetë në përputhje me dispozitat e fesë. Të trija këto kritere të pranimit të veprave i gjejmë të përmbledhura në ajetin kuranor, cili do që synon shpërblimin e botës tjetër, e duke qenë besimtar musliman, dhe hedh hapat e duhura për të arritur atë shpërblim, hapat e tij janë për t'u lavdëruar. Sure El-Isra, ajetin 19. Pra, të trija kriteret e pranimit të veprave i gjejmë të cekura në këtë ajet kuranor. Të synosh shpërblimin e botës tjetër, do të thotë sinqeriteti. Kriteri tjetër është të jesh besimtar musliman, pasi siç dihet, puna e mirë e mohuesit dhe i dujtarit nuk pranohet te Zoti. Dhe kriteri i tretë, të hedhësh hapat e duhura për të arritur atë shpërblim, e kjo nënkupton që puna dhe krejt adhurimi të jetë në përputhje të plotë me dispozitat e fesë. Shkëputur nga libri Kriteret e pranimit të veprave të mira, Dr. Salih bin Abdulaziz bin Uthman Sindi, për shtati Edmond Aidini.